Në fshatin Menkulas të Devollit, mes gjelbërimit dhe qetësisë së natyrës, jeton një blegtor i përkushtuar që ka ndërtuar jetën e tij mbi dashurinë për kafshët dhe tokën. Ai merret me mbashtimin e lopëve, duke e kthyer këtë veprimtari në burimin kryesor të ardhurave dhe kënaqësisë personale. Hasan Hoxha na rrëfen se në profesion është mjek veteriner dhe ka zgjedhur që jetën e tij ta ndërtojë në fshat. Ju merreni me bujqësi apo blegtori momentalisht? Me të dyja bashkë, sepse jem të pandara. Paramenda me cjapin, me blektorinë. Bujqësia është e pandar nga blektoria, me gjedhin merrem. Sa vitesh? Jem veteriner në specialitet. Kam mbaruar në 93-shit, Universitetin Bujqësor, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare. I bëni dhe gjitha mjekimet e kafshëve vetë, kjo ju ndihmon? Në blektori ka edhe produkti është i mirë, bio. Hoxha na tregon se merret edhe me bujqësi, por fitimet më të mëdha i ka siguruar nga blegtoria. Në përgjithësi kultivohet gruri, pasulja, pak qep, sa këto patate, jo gjëra, po më shumë drejtim blektoral. Shembulli i tij është frymëzues për shumë të rinj që mendojnë të kthehen në fshat dhe të ndërtojnë një jetë të qëndrueshme mbi vlerat e punës dhe lidhjes me natyrën.